الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين به ونستهديه ونصلي ونسلم على أشرف الخلق وأكرم الرسل من بعث رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Allahun gjelle shanuhu wa gjelle gjelaluhu e falenderojmë. Allahun e madhrojmë, prej ti ndihmë, mëshirë, udhëzim, falje kërkojmë. I pejgamberin ton, salavatet më të përzgjedhura i dërgojmë dhe dëshmojmë se nuk ka zot tjetër të vërtet përveç Allahut. Dhe dëshmojmë se Muhamedi alayhi salatu wassalam është robi dhe i dërguar i tij. Allahu e dërgoi me shpatin e fundit. Kur'anin famëlart që të jetë udhërfyes për jetë të lumtur në këtë botë dhe për të fituar shpërblimet e pakufishme të Allahut në ahiret. Sikur djetë të ishte fillimi i Ramazanit, tashmo jemi duke jetuar momentet e fundit dhe besimtari çdo gjë, çdo rast në jetën e tij mundohet që të merr mësim. Mundohet që të përkujton vetvetes, të përkujton vetvetes se Allahu nuk e ka krijuar pa ndonjë mision në këtë dunja. Dhe të kujtoj vetvetes nevojën që vazhdimisht të përpiqet të arrin kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. E ti o Muhammed, i thot Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Kur'an, adhuroje Allahun derisa të vjen bindja. Cila është bindja që përmendet këtu? Është diçka që është e pashmangshme. Ajo është momenti kur vjen meleku i vdekjes, na e merr shpirtin dhe nga kjo botë shpërngulemi në botën tjetër, prej të cilës nuk ka më kthim. Besimtarë të nderuar, në këtë hutbë deshtave të vetës edhe juve, më përkujtu me disa gjëra që janë me rëndësi për besimtarët. Fillimisht, ky muaj që kaloi apo është duke kaluar, është një argument që koha që na është dhënë në këtë dunjë po kalon shpejt. Është një prej shenjave të ditës së gjykimit, se para se të ndodhë kiameti, do të përshpejtohet kohë, do të kalon shumë a shpejt. Muaji do të duket si një javë, java do të duket si një ditë, dita do të duket si një orë. Për këtë shkak besimtari duhet të mundohet që këto momente për të cilët është i vetëdijshëm e kanë vlerën shumë të madhe. Allah në Kur'an thotë: Gjale lejle wa nëhare khilfeten limen erade en jedhekere e o erade shukura. Allahu e ka bërë që nata dhe dita të ndrohen, e kjo është një shenjë, një përkujtim se me çdo perëndim të diellit dhe me çdo lindje të diellit fillon një etapë e re, me të cilën ty o robi Allahut po të shkurtohet ymri dhe po i afrohesh vdekjes, po i afrohesh varrit, i cili nuk është diçka tjetër përveç se dhënie llogari për veprat që i ke bërë në këtë dunja. Allah thotë e ka bërë ndrimin e natës dhe ditës shenjë për ata që dëshirojnë ta falenderojnë Allahu subhanahu wa taala dhe për ata të cilët dëshirojnë ta përkujtojnë dhe ta lartësojnë Zotin e gjithësisë, krijuesin subhanahu wa taala. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: "El-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut." Kush është i zgjuar? Kush është njeri i cili me të vërtetë e ka kuptuar realitetin e kësaj dunjaje? Ai njeri i cili e llogarit vetveten çdo sekond, çdo minutë, nuk e lën që t'i kaloj ashtu. Në veçanti nëse bëhet fjalë
për një muaj të bekuar, në të cilin Allahu subhanahu wa taala na I ka dhënë krejt kushtet dhe na e ka lehtësuar adhurimin dhe ibadetet, vetëm me qëllim që të na shpërblen, që ta shumëfishon shpërblimin tonë. Nuk e le besimtari I shkath, I zgjuar, I mençëm apo I mençur, që t'i kaloj një çast pa dobi. Pastaj thot, wa amila lima ba'da al-maut. Dhe ky njeri për çka punon? Punon për atë që vjen pas vdekjes, për ahiretin, I cili është pafund. Pastaj thot wal ajiz, dhe sa I paaft, është ai I cili atba nafsahu hawaha, I cili ndjek knatësit, qefet, ëndjet që I ka, pasionet që I ka. Wa tamanna ala Allahi al-amani. Pastaj ka ymit se ndoshta Allahu ka fal. A kur ka qenë koha për të punu, për të angazhu, për të dëshmu imanin e tij, ai ka pritu, I ka këshirë qefet e veta. Çka I ka kërku nefsi, ja ka plotësu çdo dëshirë. Ky njeri me të vërtet do të pendohet shumë në ditën e gjykimit, kur ta sheh se si I ka kaluar koha në mënyrë të padobishme. Po ashtu, t'ja kujtojmë vetvetes nevojën që për çdo gjë ta falenderojmë Allahun. Ta falenderojmë Allahun që na mundsoi që ta arrijmë muajin e Ramazanit. Ta falenderojmë Allahun që na mundsoi ta plotësojmë muajin e Ramazanit. Ta falenderojmë Allahun për çdo gjë që na ka dhënë. Allahu subhanahu wa taala kur flet për agjërimin e Ramazanit thot li tukmilul iddata, që ju ta plotësoni numrin e caktuar të ditëve që duhet t'i agjeroni. Wa tukabbirullaha ala ma hadakum, dhe ta madhroni me tekbire, me lartësim Allahun për shkak se ai ju udhëzoi. Udhëzimi të nderuar vëllezër është diçka për të cilën ne shumë kemi nevojë, sepse ai që Allahu e udhëzon nuk ka kush e çon në humbje, e atë të cilën Allahu e lën në humbje, në dalalet, në lajthitje, nuk ka kush e udhëzon në rrugën e drejtë. Pastaj thot wa la'allakum tashkurun, e që ju të jeni falënderues. A e dini të nderuar vëllezër, cila është gjëja që e garanton dhe që e mbron begatinë e robit? Është falënderimi. Allahu në Kur'an thot la in shakartum la azidannakum. Nëse ju jeni minjohës, falënderues, Allahu do t'i shton mirësitë dhe begatitë që I kemi. Ta falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. Dhe falënderimi është mënyra më e mirë për t'i ruajtur begatitë që na jep Allahu subhanahu wa taala. Veprat vlerësohen sipas përfundimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Innamal a'malu bil khawatim." Sikur se ka thonë se një vepër e ka vlerën, e ka kimetin, e ka shpërblimin sipas qëllimit pse e bën njeriu, ashtu ka thonë se vepra vlerësohet sipas përfundimit. Në një hadith tjetër pejgamberi alayhi wasallam thot: "Mos t'ju mashtroje puna e ndonjë njeriu derisa ta shihni si do ta ketë përfundimin." Si do ta ketë përfundimin? Përfundimi, angazhimi në vepra të mira deri në fund të këtij muaji dhe vazhdimësia në vepra të mira dhe pas Ramazanit është shenjë që ky njeri e ka për një me. E ka për një me. Kjo është diçka që na nevojitet neve. Ndoshta shumë vepra e bëjmë për shkak të masës, për shkak të shoqërisë, për shkak të kushteve ku jetojmë. Ndërsa besimtari për një me e ka me sidq, me vërtetësi, çdo gjë që e bën për hir të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj edhe nuk ndalet, sepse e ka kuptuar se ibadetet nuk kanë afat. Në Islam nuk ka diçka janë falë 50 vite, tash mo do dalë në pension. Sigur se dalin në pension njerëzit që kanë punuar një kohë të caktuar. Afati I fundit për ibadet është cili?
është vdekja. U'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin. E ti adhuroj Zotin derisa të vjen momenti i fundit. Hasan al-Basri thot: "Ahsin fima baqiya yuhsinillahu ilayka aw yaghfir Allahu laka ma madha." Bëhu vepër mirë në atë që ka mbet, Allahu do t'i fal lëshimet edhe gabimet që i ke vënë të kaluarën. Një dietar tjetër thot: veprat nëse e kanë përfundimin e mirë, Allahu subhanahu wa taala këtë përfundim të mirë e bën sebeb që t'i falen mangësitë dhe dobësitë që i ka vënë në fillim. Prandaj nëse ne në fillim kemi qenë të luhatshëm, kemi qenë ndoshta jo të përpikt në adhurime, të mundohemi që fundin të bëjmë ashtu si duhet, e që Allahu subhanahu wa taala na e përmirëson, edhe na e plotëson çdo mangësi që e kemi bë ndoshta në fillim. Prej gjërave që duhet t'ja kujtojmë vetes është në përfundimin e ibadeteve, Allahu subhanahu wa taala na ka porositur që të kërkojmë falje. Kërkim falje apo istighfari është përmend kur përfundon namazi, është përmend kur përfundon haxhi, është përmend kur përfundon ndonjë tubim. Pse është kjo? Nëse e kemi bo punën ashtu si duhet, atëherë kjo është vula. Kërkimi i faljes është një lloj pranimi para Allahut subhanahu wa taala, se ne si njerëz kemi dobësitë tona. Veprat i kemi të manguta, të cënguara. Prandaj duke kërkuar falje, e pranojmë se ne jemi njerëz jo të përkryer, jo pa gabime. Dhe Allahu subhanahu wa taala, nëse kemi bërë ndonjë mangësi për shkak të këtij kërkimit të faljes, Allahu e plotëson. Jo rastisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam brenda ditës 100 herë ka thënë astaghfirullah wa atubu ilayh. Kërkoj falje për Allahut dhe pendohem tek ai. Kush? Ai që s'ka pas asnjë mangësi, asnjë dobësi, asnjë gjuna. Ky pendim, ky kërkim i faljes është zbukurim apo mbulosje e veprës së mirë, ose është, si thonë dietar, kompenzim për ndonjë dobësi që e kemi bërë. Omer ibn Abdulazizi rahimahullah, njëri prej halifeve të drejtë, kur vinte fundi Ramazanit, dërgon të letra tek valit, tek mëkëmbësit të vendeve të ndryshme, dhe i thoshte: ka ardhur koha e istighfarit dhe koha e sadakatul fitrit. U përkujton të këto dy, me kërku falje, sepse kërkimi i faljes është ose vul të veprës së mirë, ose është përmirësim të ndonjë mangësie që e kemi bë, dhe i porosiste që ta japin edhe sadakatul fitrin, për të cilin do të flasim pak më vonë. Thoshte në letrën e tij Omer ibn Abdulazizi: thuani sikur se tha babai ynë Ademi alayhis salam: Rabbana zalamna anfusana. O Zoti ynë, ne i kemi bërë pa drejtësive të vetes tonë. Edhe nëse ti, o Allah, nuk na fal, edhe nuk na mëshiron, do të jemi prej atyre që kanë humbur, që janë në humbje. Në nakunanna min al-khasirin. Khusranul mubin është humbje totale, plot, që besimtari asnjëherë nuk duhet me leju që jeta e kësaj dunjaje, kur të del në ahiret, i del krete dhe shtuar, krete humbje. Allahu në lushet na i pranon veprat dhe na mëshiron. Është momenti për të lutur tek Allahu subhanahu wa taala, që ti pranon lutjet tona, që ti pranon ibadetet tona, që ta pranon çdo gjë që e kemi bërë, agjerimin ton, namazin. Allahu në Kur'an i përmend një kategori të njerëzve. Thot: "Walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila." Ata të cilët japin nga ajo që e kanë, ndërsa zemrat i kanë të mbushura me frikë, droje. Aisha radiallahu anha e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: këta njerëz mos vallen ata që vjedhin, ata që bëjnë gjunahe? Jo, tha, këto e njerëz që agjerojnë, që falen, që japin sadaka,
por kanë frikë, Allahu ndoshta nuk u pranon. E kemi cek shpesh herë, ajo që ka rëndësi në veprën, është që ta bëjmë ashtu që Allahu ta pranon. Sepse nëse Allahu nuk e pranon, nuk kemi asnjë dobi. Prandaj ta lutim Allahun që të na i pranon agjerimet, namazet, ibadetet, leximin e Kuranit, përmendjen e Allahut, sadakat, çdo gjë që e bëjmë ta lutim Allahun të na i pranon. Sepse vetëm vepra e pranuar na bën dobi në ditën e gjykimit. Edhe po ashtu prej pikave që duhet ja kujton robi vetvetes së tij duke përfunduar Ramazani është që kjo nuk është ndërprerje apo mbarim i detyrave. Përkundrazi është një përkujtim se ti duhesh të vazhdosh në këtë mënyrë derisa të vjen momenti i vdekjes. Allahu në Kur'an thot: "Fastaqim kama umirt." Ti përqendrohu në rrugën e drejtë ashtu siç je urdhëruar. Ashtu siç je urdhëruar dhe men tabe mak. Dhe të gjithë ata që janë kthyer në rrugën e drejtë së bashku me ty o i dërguari i Allahut. Mos ta ndërbojmë vetveten sikur se jemi adhurues të Ramazanit apo adhurues i ceremonive. Shumë mirë tha një hoxh, mos e shndroni ibadetin në ceremoni. E ta adhurojmë atë që e bëjmë, por ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Ta adhurojmë krijuesin ton, Gjelle Shanuhu, Gjelle Gjelaluhu, deri në momentin kur të na vjen meleku i vdekjes. Prej veprave që duhet t'i bëjmë para se të vjen dita e Bajramit apo para se të falet namazi i Bajramit është edhe sadakatul fitr. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë këtë farz. Thot pejgamberi sa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. I dërguari Allahu të ka bërë farz sadakatul fitrin për çdo të lirë dhe çdo rob, për çdo mashkull dhe për çdo femër, për çdo të rritur dhe për çdo fëmijë prej muslimanëve. Sa janë 4 grushta të ndonjë lloj të ushqimit që është i përhapur në vendin. Tek ata kanë qenë hurma të rushi i thatë, ka qenë po ashtu të lyni dhe gjëra të tjera që i ka shpërndar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se ta falë namazin e Bajramit. Dhe ka thonë, kjo sadaka është tuhratun lis-saimi, është pastrim për agjeruesin, wa tu'matun lil-masakin, dhe sa është ushqim për ata njerëz të varfër që dhe ata në ditën e Bajramit ta kenë sofrën e tyre ushqimin që kanë nevojë për to. Allahun xhelle shanu alushet në mëshiron, që t'i pranon veprat tona, që t'na bën këtë Ramazan të pranuar të kaj, na bën për atyre që i ka liru nga zjarri i xhehenemit dhe t'i ndihmon muslimanët kudo që janë. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.